Gratë që lindin fëmijën e fundit pas moshës 33 vjeç kanë më shumë gjasa të jetojnë deri në 95 vjeç, sugjeron një studim. Studiues nga Universiteti i Utah dhe Universiteti i Bostonit analizuan të dhënat e jetëgjatësisë së mijëra grave. Gjetjet e tyre tregojnë një lidhje mes moshës kur një grua lind fëmijën e fundit dhe mundësisë për të jetuar shumë gjatë. Analiza zbuloi se gratë që kanë lindur fëmijën e fundit pas moshës 33 vjeç kanë rreth 2 fish më shumë gjasa të jetojnë deri në 95 vjeç ose më shumë, krahasuar me gratë që e kanë pasur lindjen e fundit deri në moshën 29 vjeç. Shkencëtarët theksojnë se kjo nuk do të thotë se lindja në moshë më të madhe shkakton jetë më të gjatë. Sipas tyre, aftësia për të mbetur shtatzën në një moshë më të vonë mund të jetë një tregues se organizmi plaket më ngadalë dhe se gruaja gëzon një shëndet më të mirë në përgjithësi. Studime të tjera e kanë lidhur gjithashtu moshën më të vonë të mëmësisë me telomere më të gjata, një tregues në nivel qelizor i procesit të plakjes, duke mbështetur kështu idenë se koha e riprodhimit mund të lidhet me jetëgjatësinë.